Në dokument thuhet që nëse eventualisht para se të mbërri bëhet jehune madhe dhe rrjedh informata, atëherë është në dorën e policëve dhe të stafit që edhe mund ta ndryshojnë. Mund ta ndryshojnë që mos ta lejojnë fare. Po, që mos ta lejojnë. Domethënë, prandaj nuk ishte dhënë si lajm. Kjo çfarë bëri përshtypje në këto momente, besjam nuk e di nëse keni qenë afër kësaj skene, këtij gishti të ngritur nga polici edhe atij infermierit që e përzihet. Kush është infermieri dhe çfarë kishte ndodhur? A dihet aty çfarë? Ky është një mjek specialist që punon në klinikë, Adriatik Berisha. Po, është mjek specialist Adriatik Berisha. Kështu reagimi i atij policit po duket i vrazhd, domethënë kur jep urdhër. Ai ndjek procedurë. Kur jep urdhër gjykata speciale që zoti thotë që duhet me pas kontakt vetëm me 3 persona, që në këtë rast kanë qenë baboi, nëna edhe bashkëshortja e zotit thotë që me askën tjetër s'është lejuar flet. Domethënë ky ka pasur drejt me pas kontakt vetëm me këta 3 persona, atëherë secili kontakt tjetër qoftë edhe minimal, që është në rastin konkret, e zgjon edhe policin fjalë ka për detyrë me reagu. Domethënë na muj me interpretu në forma të ndryshme, është reagim pak i vrazhd. Unë kam vërejt që ka pas këta pjesëtarët e sigurimit, ai me flet bardha për shembull që po shihet aty, ai është pjesëtar i sigurimit i gjykatës speciale. Ai rrin edhe në seanca, edhe bën roje në objekt, edhe në hapësirat e ndryshme të gjykatës, kur unë kanë qenë pjesa e njëjtë e policëve.